Bllokimi i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës po hyn në një fazë kritike pas dështimit të tretë për të siguruar shumicën e nevojshme. Vullnet Bugaçku, ulëmtues në Institutin Demokratik të Kosovës, ka theksuar se pavarësisht se është e drejtë kushtetuese e lëvizjes vetëvendosje të propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit, dështimi një kandidature në Trisa Onca Radhazi tregon konsumim të saj. Për të zhbllokuar situata, duhet që lëvizja vetëvendosje të provojë mundësinë që të ofrojë një kandidat tjetër. Jo domosdo tjetër ajo që e propozon Aleanca, sepse është e vërtetë që s'punët opozita mja diktu emrin e kandidatit, sepse është e drejtë kushtetuese tashmë lëvizjes vetëvendosje që më ofru, mirë po në situatën kur për 3 herë dështon të marrë shumicë një kandidat, logjikisht, edhe sipas gjitha praktikave kështu edhe juridike, edhe politike, edhe parlamentare, ai kandidat më është i konsumuar dhe ti nuk ki pse vazhdon tutje me të. Nëse vazhdojnë qëndrimet e betonuara, ai shton se 10 deputet të Kuvendit do të duhet ta konsideronin të drejtohen gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarime se çka ndodh nëse vazhdimisht dështon të zgjidhet kryetari dhe të mos ndryshohet emri. Kryetarët të Kuvendit eventualisht Zëvendës kryeredaktori i Kohës Elmaz Yusufi ka kujtuar precedentin e vitit 2020 kur lëvizja vetëvendosje arriti një kompromis me LDK-n. Një kompromis rreth kryetarit të Kuvendit e ka bë vetëvendosja kur ka hyrë në koalicion me Lidhjen Demokratike, pasi është zgjedh Glau Konjufca, është hap një proces tjetër i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, është bë Vjosa Osmani. Është kushtëzuar nga Lidhja Demokratike që posti i kryetarit të Kuvendit i takoj atij subjekti. Kështu që nuk e dim nëse kjo mund përsëritet kjo histori, por nuk besoj që mund përsëritet me një subjekt vogël, vetëm nëse arrihet koalicion me njërin prej partive të mëdha. Për të përmbyllur me sukses seanca konstituive, duhet të votohen kryetari i Kuvendit edhe nënkryetarët e tij. Deputetët obligohen të mblidhen çdo 48 orë deri në konstituimin e organit ligjvënës.